Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në vlogmas numër 6. Sot e kemi nisur ditën, unë bëra pak punët e përgjithshme, hëngrëm nga një gjë të shpejtë në mëngjes. Tani Arseni ka shkuar që të marri prindrit e vet, pra sot vinë gjyshi dhe gjyshja e Katalejes nga ana e babit dhe besoj që tani du t'jen afër. Qa po bëni këtu ju? Mami, mos rri ka qafër, Kataleja, mos rri ka qafër që të vide korali këtej. Që po bën ti, mami? Që po bën? Akulole. Akulole? Okej. Me ep një akulole me çokolat edhe me vanilje. Bëj gati. Kataleja nuk ka pasur me temperaturë, gjatë natës ka qenë shumë mirë. Unë nuk e kuptoj të temperaturën e Katalejes, sidomos ajo mbrëm që i shkoi piku afër 40-s, por gjatë natës nuk ka pasur dhe shpresoj që nuk do t'i përsëritet më. Kemi po na afron edhe ditëlindja e Koralit, edhe Blueberry edhe mes klikos e gati blënda. Okej, me blueberry, okej. Në rregull. Faleminderit. Po na afron edhe ditëlindja e Koralit. Edhe të paktën mos ta kemi mendjen edhe tek temperaturat, gjithashtu të jetë edhe mirë për vete që ta shijoj edhe Kataleja. Kataleja, si ka kush erdhi? No i gjemle. Kush erdhi? I'm so excited. I don't know. Do të fshihesh? Po pse? Për më mamë se erdhi babagim edhe nona time. Pse të fshihesh ti? E po nuk të gjen dot babagim. Ti fshihesh kur vjen papi, se papi e di ku fshihesh ti. Okej, të fjem pas papi. Do fshihesh ti pas babit? Okej. Pa shiko, hajde bëjmë dorë babas game këtu nga dritarja, edhe nona times. Hajde. Baba game po shikon portën një herë, se se ka parë, se këto ditë është vendosur. Shkon punimet. Por është qëllim të dita në gjumë, ti me t'janë lodhur shumë. Nuk të ka parë babagim akoma. Kur qoj babagim, bëjmë të tërë, okej? Ja, veja në nati mes me dorë. Dhe egzamë kule bëndë ti me dollë, o dritë. Bëndë go me dorë në nati mes? Bëja pacim? Bëja pacim? Si vraj me se shë. Papas ki me dorë. Bëja papas ki me dorë. O, qevla i me ti. Dore ka Koralit. O, shpirti im. O, dritë. Beri qamit që të shikoj papakim. Beri qamit. Fort. Papakim? Papa. Qërdi në natime. Qërdi në natime.
U fsheve? Së të qenë të narrativet. Parukëria ime personale. Kishte difekte veta me parukën personale. Po mirë, se cili ka ndonjë parukëre personale. Për shembull, ti po të duash ti ju. O, qa trafiku ishte, një orë gjysh. Nuk ndaloka. E di sa ka ajo. E duke shku mbaron edhe shife se nxjerr. Një që. Ka e lirë të tanare të shita. A dilit. Mirë mbrëma, si që patë sot bëra thojt, nuk I bëra shumë të gjatë, sepse nuk më pëlqejnë që ti zjas shumë, por njëkohësisht duke qenë se I doja një ngjyrë kështu të errët, zakonisht tek e kuqja se jemi në 10 orë tani dhe është si tradicionale, edhe ngjyra e errët I pranon thojt kështu të shkurtër. Gjithashtu lyeva dhe flokët, ju e dini tashmë që unë përdor bojën organike dhe mi lyev kunata. Tani është ora 12:30 natës dhe isha duke edituar këtë videon, por shikoj që nuk kam bërë një mbyllje, sepse dita sot më ka ikur shumë shpejt, pa menduar fare për të bërë edhe ndonjë filmim, por duke qenë se erdhen edhe prindrit e Arsenit, jam marrë me darkën, ndërkohë erdhi dhe motra e Arsenit edhe kështu më kaloi e gjithë koha. Kështu që këtu e mbyllim edhe vlogmas numër 6, duke shpresuar që ti jemi mirë dhe të shihemi në vlogmas numër 7, por që mendoj se do të jetë shumë I bukur.